Përshëndetje të mirë temi, kudo që jeni. Në netarua do t'u jetë disa letra, derisa të shohim çfarë do bëje zotëria që ju keni në mendje dhe ju keni në zemër. Dhe shumica nga ju që më shkruani në privat, në netara do kemi rikthime me këtë hënë e plot që kemi në binjak. Dhe në netarua tha, hajde po e shikojmë njerë këtë energji, do kemi rikthime të personit apo jo? Dhe si do vej ky rikthim dhe si çfarë do veproj ai person, si i ka situata në të cilën është në jetën e tij aktuale. Okej? Vazhdojmë me letrën e parë. Letra e parë, imperiori. Imperiori na tregon që ka një vendosmëri si njeri, sepse është letër shumë pozitive, është një letër që tregon pozitivitet, tregon energji, tregon një rikthim, tregon një burëri të plotë të atij personi dhe me sa shikoj këtu ai do vi si burr këtë moment, do vi i qartë me mendimet e veta dhe nuk do vi më si çka ardhur në të shkuarën, domethënë si fëmijë emocional, nuk e ka më atë emocioni që ka pasur përpara. Kjo energji që është sot me këtë hënën e plotë, shikoj që është një energji më e pjekur, më e burërore dhe nuk është më lojë në jetë, domethënë në jetën e tij, nuk e shikon më marrëdhënien tuaj si lojë. Vem te letra e dytë, që është 2 monedhat, që na tregon ai ka pasur dyshime dhe ai është në dyshime akoma këtë moment midis jetës së tij dhe midis situatave në të cilën ndodhet në jetën e tij aktuale, domethënë dhe në lidhje dhe me ty. Dhe këtë moment ai mendon, dëshiroj të rikthehem përsëri tek personi që dua, por ai akoma nuk e ka bërë zgjidhjen e duhur. Dhe kur kjo zgjidhje që do ai të kthehet, sepse është një ndjesi e humbjes për momentin midis teje dhe atij dhe është shumë e rëndë me sa shikoj këtu. Ai aktualisht kërkon që letra e imperiorit ta bëjmë më të fortë, siç e thashë pak më parë, ta bëjmë më burror, sepse brenda vetes vet nuk ka akoma sigurinë e duhur. Dhe vem te letra e tretë që na tregon mbretëreshën e shpatës. Mbretëresha e shpatës na tregon një femër të kujdesshme, një femër që nuk merr më mashtrime, nuk pret më mashtrime, as justifikime dhe shikoj që je një femër që i pret gjërat që në fillim. Unë kjo jam, vendos kufi, kërkon respekt nga partneri, nga persona që ke përreth, kërkon respekt dhe nuk toleron më njerëzit që flasin ose bëjnë budalliqe. Nuk e toleron më budallokun. Pikërisht këtë moment kjo bën një rikthim të shëndetshëm në veten e saj, sepse në qoftë se ti je një femër e shëndetshme dhe di çfarë kërkon në jetën tënde, ai pikërisht atë kërkon që të marr për seriozisht. Sepse më përpara je dukur shumë femër e butë, shumë femër që i pranon rregullat e çdo kujt, por këtë moment me letrën që ke mbretëreshën e shpatës, shikojmë që është një rikthim i shëndetshëm. Dhe ti këtë kërkon, sepse ai ti kërkon që ai të marrë seriozisht fjalët që ti thua. Pra, me këto 3 letra, unë do të thoshe që ky person po rikthehet, po. Kush do t'i vendosë rregullat? Ti apo ai? Do shikojmë me 3 letrat e ardhshme. Vazhdojmë me 3 letrat e ardhshme. Kemi 5 shpatat. Më tregon që këtu ka ankth, ka xhelozi, ka frikë mos të humbasë, ka frikë mos vajsh. Tag a red heart. Vazhdojmë se më morën në telefon ju kërkoj ndjes. Ishim te 5 shpatat që tham ai do kthehet, po ka egoizmin brenda, ka frikën brenda, ka xhelozin brenda dhe me sa shikojmë këtu me 5 shpatat ka frikë të humbasë, sepse e ndjen një tension të brendshëm shpirtëror momentalisht zotëria. Ai vjen i friksuar për momentin, se ti do e refizosh ose ti ke ndjenjen domethënë nuk e kam më atë ndjenjen që ke pas në fillim, sigur ke humbur energjinë ndaj atij. Ke parasysh e ndjen këtë moment dhe ai ka frikë të flasë për momentin. Por gjithashtu shikoj që ka diçka pozitive në jetën tuaj. Mbreti ishim te 5 shpatat, mbreti i monedhës më tregon që ka një rikthim, ky është njëri serioz, njëri që ka një stabilitet në jetë,
Kjo është një letër shumë e fortë, sepse tregon që ai kërkon një stabilitet, ai kërkon një bashkëtesë, ai kërkon një martesë ose një mbështetje të fortë emocionale nga ana jote. Edhe ai tregon që ka vlera dhe nuk është më lojtar siç ka qenë dikur. Dhe kjo letër na tregon që ky nuk është një rikthim kalimtar, ky është një rikthim për të ndërtuar një jetë të re së bashku dhe për të bërë diçka ndryshe. Dhe 6 monedat që na tregojnë një barazi këtu, do bini dakord, do bini në një balancë të dy së bashku. Ti nuk je më si ajo vajza që ke qenë më përpara, ose ai djali që ke qenë më përpara, ti nuk je vetëm këtë moment dhe ai do të t'japa, ose ajo do t'japa atë që ty të ka munguar. 6 monedat na tregojnë që keni një komunikim të dy së bashku, një komunikim shumë të shëndetshëm, dhe kjo hëna e plot ju bën një të dy palëve të keni një energji të barazis, një energji që të rikthehet përsëri ajo qetësia, ai serioziteti dhe qëllimi i ndërtimit të kësaj marrëdhënie. Po, kemi rikthim me këto 6 letra dhe ky rikthim është më i pjekur. Ai është më i qetë këtë moment, por unë do të thosh edhe një sekret të vogël. Në fillim kur vjen ai, vjen me tension, por pak nga pak e shikoj që tensioni sjell stabilitet. Ju që jeni të martuar, shikoj që do keni më shumë stabilitet në familjet tuaja dhe me këto 6 letra shikoj që do jepni më shumë nga që keni dhënë më përpara në lidhje me marrëdhënien që keni në familjen tuaj. Sepse shikoj që ka më shumë pjekuri marrëdhënia, ka më shumë afrimitet me njëri tjetrin dhe kjo më pëlqen një shmase. Ju uroj të gjithëve një mbrëmje të bukur dhe një fundjavë të bukur.